Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë vëllezër me ligjëratën e 18 në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sot do të flasim për një pjesë të sirës që tregon se si Allah subhanahu wa taala ka përgatitur njerëzimin për ardhen e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pra toka dhe qielli nuk ka qenë në qetësi, përkundazi Allah azza wa jalla tokën dhe qiellin dhe çka ka mes dyra e ka përgatit për ardhen e një pejgamberi, për zbritjen e një shpallje që do të jetë shpallja e fundit. Allahu subhanahu wa taala e dërgon pejgamberin alayhi salatu wasalam pasi që bota e kishte udhën, pasi që e kishte kapluar errësira e xhelit, errësira e shirkut, derisa Imam Muslimi kanë nxjerrë sa një hadith që kene përmendë edhe më herët nga Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e përshkruan më së miri kohën, do të thonë ku ka arrit ajo errësirë e njerëzimit para se me ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum ajama. Allah azza wa jalla ka shikuar banorët e tokës dhe është zemëruar me ta me një zemrim të madh. Arabët dhe jo arabët, illa baqaya min ahli al-kitab. Përveç një pakicë nga ehli kitabi. E Allah azza wa jall kur e zbret shpalljen, nuk e zbret shpalljen ha për hë, pa pritmas. Dërgon para pi hikmetit Allah azza wa jall, don Allah azza wa jall që ti dërgon disa parashenja, disa ndodhi që do të ndodhin, fjalë, mubashirat, përgëzime, si hariqe, mishde, apo që do të ndodhin që tregon se ose para përgatit Allah njerëzimin, e para përgatit botën, ose tregon që është afër shumë me u dërgu ky pejgamber që me kon pastaj i përgatitur për një risalet shumë të madh. Tham që ka pas edhe lutja, po Ibrahim alayhis salam çka thot Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim. O Zoti jon, dërgojnë nga mesi i tyre një rasul, i cili do të mëson aty, do të lexon ajetet, do të mëson librin edhe hikmetin, ursin, dhe të pastron ata. Dhe Allahu në përgjigjen e kësaj lutje e dërgoi kan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Isa alayhis salam e pa paralajmëru, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Dhe me një pejgamber i cili do të vjen pas meje, ju përgëzoi me një pejgamber, rasul, që do të vjen pas meje, emri i cilit është Ahmed. Andaj Allah azza wa jalla përmend Kur'an që edhe në Teurat, edhe në Injil është përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, bile është përmend edhe cilësitë e tij, është përshkruajtur mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur se kena më tregu tash disa ndodhi që kanë ndodhur që tregon që si dëshmi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë përmend shumë bile edhe në detaje në hollësi që ne nuk i gjejmë, por arsye se i kanë shtremruar ose i kanë fshi. Andaj thot Allah azza wa jalla alladhina yattabi'una ar-rasula al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Taurati wal-Injil. Janë ata të cilët e besojnë rasulin që është ummi, që nuk di shkrim dhe lexim, të cilin e gjejnë të shkruar mirë në për librat e tyre në Teurat dhe në Injil. A më thamë është shtremruar dhe mo nuk i gjejnë. Pse nuk i gjejnë emrin e tij alayhi salatu wasalam? Sepse kanë fshin. Përveç kanë përmendur ulemajat përveç Injilin e Barnabës apo. Barnaba ka qenë njëri prej talebeve, nxënësve të parë të Isait alayhis salam. Edhe kjo ka, domethënë versioni i Injilit që ka pas këtu është përmend mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bile me emrin Muhammed alayhis salatu wasallam. Bilen këtë Injil që nuk është zyrtar, nuk e pranojnë. Mi po që janë veç dy do shkrimet këtij Injilit. Këtu përmendet mirë se Isa alayhis salam nuk është biri i Zotit, por është njeri, është pejgamberi i Allahut. Këtu nuk pranohet kryqëzimi, po thuhet se Jehuda është ai i cili është kryqëzuar, jo Isa alayhis salam. Këtu përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me emrin e tij. Mi po, këtë nuk e pranojnë. Mi po në realitet, në Teuratin edhe Injilin që e ka zbritur Allahu azza wa jalla pa ndryshuar, që ka qenë pa ndryshuar, pa prekur nga dora e njerit, është përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mirë me emër, po edhe me përshkrim. Allahu subhanahu wa taala përmend Kur'an sa ka çedhe se ka marrë vëllezër edhe ua ka tregu pejgamberëve, të gjithë pejgamberëve, po edhe ka marrë një beslidhje me pejgamber. Që në momentin që e dërgoi këtë pejgamber, edhe ju jeni gjallë, ju doni me pasu ata dhe me ndihmu. Andaj ka thonë: "Wa idha khadha Allahu mithaqa an-nabiyyina
lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurun. Thot dhe kur Allah azza wa jalla mori beslidhen nga pejgambert. Çfarë do të që ju zbritën ndonjë libër ose ndonjë hikmet urtësi. Dhe më pas vjen pejgamberi me diçka që vërteton atë që u kam zbrit juve, latu'minunna bihi wa latansurun. Keni me besu ata, edhe keni mi dalën krah atij. Edhe ka marrë këtë beslidhe Allah azza wa jalla për këtë pejgamber. Edhe pse ata nuk e kanë bërë, mirëpo Allahu subhanahu wa ta'ala e ka marrë këtë beslidhe për t'treguar që ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam është i përmendur, domethënë edhe tek pejgamber tjerë. Derisa Allah azza domethënë kemi përmend në për librat qiellor është përmend mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë dëshmojnë disa ngjarje. Ngjarjet që janë shumë interesante. Njëra prej tyre është ngjarja e Selamet ibn Salame, i cili thot radhiyallahu anhu: kana lana jarun min yahud fi bani Abd al-Ashhal. Do të kena pas një kojshi në Medinë të fisit Banu Abdul Ashhal. Ky fis është prej fisëve më të mëdha të Ansarëve, të Ausit, para dhe pas Islamit. Është prej atyre kabileve më të mëdha. Thot në fisin tonë kena pas një kojshi jahudi. Thot një ditë për ditëve thot dul pi shtëpisë vet dhe u afru dhe hyri me njërin prej ndejave me xhliseve të fisit tonë. Ndërkohë që unë isha për një më të rive në fis, po edhe isha duke pushuar në borrin tëm. Edhe thot filloi që jahudia më i tregu tyre, me i përkujtu ata me kiametin, ringjalljen, llogarin, peshorën, xhenetin dhe xhehenemin, apo? Thot edhe atë përkujtoi ke kujt, thot një popull që ishme në idhujtar, që adhuronim idhujt. E ata i than pastaj, i përkujton disa mushrik për diçka që ata nuk e besojnë. Ata nuk e besojnë që pas vdekjes ka pas ringjallje. Ata i thonë pastaj: "Wa haka ya fulan, tura hadha ka'inan, inna an-nasa yub'athuna ba'da mawtihim ila darin fiha jannatun wa narun yujzauna fiha bi'amalihim." Thot mirë ti o filan, tash këto të fisit Banu Abdul Ashhal Medinasit, po i thonë këtij ardhasakut. Jehudijës i thonë që e kanë pas kujshi, i thonë mirë për ti o filan. Mendon që kjo ka me ndodh, që ne pas vdekjes tonë kena mu ringjallë dhe kena mu shpërli pasaj me xhennet ose me xhenem? Ki thot Jehudia, thot po. Pasha atë në të cilën bëhet be. Walladhi yuhlifu bi, pasha Allah. Apo? Thot çdo njëri prej njerëzve do të jetë në gjendje me sakrifiku ose do të jetë në gjendje me thonë veç me shpëtu nga zjarri i xhenemit, do të jetë në gjendje thot edhe këtë do të kishte pranuar që në këtë dunjë me u fut me një furrë të madhe, edhe me u mshel, me nxehtësinë që ka ajo furrë e madhe, vetëm të shpëtoje min narin gaden, prej zjarrit të nesërme. E për shumë të xhenemit. Ato i thonë wayhaka ma ayatu zalika. Thot mirë për ti, po thot kur ka më ndodh kjo? A ka doni parashenjë? Thot po, nebijun yub'athu min nahwi hadhihi al-bilad. Po thot një pejgamber që ka marrë nga këto vene dhe ka bën me shenjë nga jugu, nga venet nga Mekja dhe Jemeni. E pastaj ato i thonë wa mata tarahu, thot kur ta merr mendja që ka me kanë kjo? Kur ka mu dërgu ky pejgamber? Thot në çato momente thot domethënë drejtoj shikimit thot ka unë sepse isha thot më i ri. Thot nëse ki jeton ka më emri. Nëse ky thot jeton ka më emri. Thot nuk kalon thot pashallah. Selamet ibn Salam radhiyallahu thot nuk kalon shumë ditë edhe net. Vetë Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjallë dhe në emrin. Dhe ne thot e besuam wa kafaru bihi bagyan wa hasada. Thot ne besuam ndërsa ai wa kafara bihi bagyan wa hasada. Ai thot e boni kufër e mohoi nga smira dhe zelia që e kishte. A dhe i thamë ati pasaj, vajleke ja fulan, alasta billadhi kulta lana fihi ma kult. Thot mirë për ti o filan, a nuk ishe ti qaj që tha për të këtë. Që ka thonë Jahudia, thot bela, walejsa bih. Po, më thotën, nuk o shaj. Qëfar kuptimi nuk o shaj? Nuk o shaj që e kemi prit ne. Nuk o shaj që e kemi prit ne, po, që kjo është, shaj për të cilën ju kun folë. Ama ata kina menune që do t'jepi bënoj sejve, jo pi arabve.
dhe do të na dalë neve krah, e jo se ai do ta ndjekë fen Allahut azza wa jalla, pa më pasysh kush është ai i cili ndjek atë. Do të thonë e kanë ditë mirë, edhe vënë piku dalë dhe kohën bele kur që është afru. A unë pasaj falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'ala al-kafirin. Kur ardh ajo që e dinin, e njehnin thot Allahu azza wa jalla, kafaru bi. Ata e mohun. Fala'natullahi 'ala al-kafirin. Dhe për këtë ajet thot Selamet ibn Salama, çka ndodhi me këtë jahudin, apo diçka të ngjashme e tregojnë disa prej ansarëve. Thotë kështu që thonë, inna mimma da'ana ila al-islam ma'a rahmetillahi ta'ala wa hudahu lana. Thotë ajo që na ka lehtësuar neve për me hyrë në islam, krahas rahmetit thotë udhëzimit të Allahut azza wa jall, lima kunna nasma'u min rijal al-yahud wa kunna ahla shirk wa ashabu awthan kanu ahli al-kitab. Thotë ajo që na ka lehtësuar neve për me hyrë në islam, domethënë çka kanë pas ansarët për sebeve që kanë hyrë lehtë në islam, ka qenë edhe kjo që e përmend tash, që e përmendin këtë ansar. Thot neve na ka lehtësuar për hyrjen në islam, përveç krahas, domethënë padyshim rahmetit të Allahut dhe udhëzimit që e përmendin vet ato, thot është se shpesh kena ndëgjuar nga njerëz jehudit që kanë jetuar në Medinë, thot ne ishmi idhujtar. Fol për veten, kanë fol ansarët. Thot ne ishmi idhujtar ndërsa këto ishin ehlu kitab. Thot dhe kishin dije që ne nuk kishin. Dhe ishim ne vazhdimisht në konflikt me ta. Kto si vendas, ato si ardhacak. Apo pse kanë ardhur në Medinë ato? Se kanë prit ndaljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tot momentin thot që ishim në konflikt, shpesh herë thot ne I fitojshmi ato, gabnejshmi ndaj tyre. Tot momentin që ato hupshin, e thonin një fjalë, innahu qad taqaraba zamanu nabiyyin yubathu al-ana naqtulukum ma hu qatl 'adin wa iram. Ka thonë është afru koha ku do dalin një pejgamber, ne do ta pasojmë atë dhe do t'ju luftojmë juve dhe shfarosim juve sikur se janë shfaros Adi edhe Iram, dy popull që I ka shfaros Allahu. Do të thonë çfarë shumë kena më vrarë derisa t'ju shfarosën. Jahudit, sepse kanë menuar këto që to kanë me kanë ata që ta pasojnë ata. Mirë po thonë sahabët, ansarët. Fa kunna kathiran ma nasma'u dhalika minhum. Thotë shpesh ndëgjojmë këtë pyetje për jahudive. Momenti thotë që e dërgoi Allahu azza wa jalla pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë ne e besuam ata, ju përgjigjëm thirrjes tij, thotë ata e banë kufër. E mohun ata nga smira dhe zilia. Thotë edhe për neve dhe për ato, dhe rreth neve dhe rreth atyre ka zbrit fjala Allahut ku thotë walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Thotë kur ju erdh libri, thotë Allahu, kur ju erdh libri Kur'ani, nga ana e Allahut që u vërtetonte atë që ata kanë pas më përpara të zbritur nga Kur'ani, nga Injili Tevrati. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Ata vazhdimisht të lutshin Allahun që ta zbret ta bjerë sa më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ata pastaj të besojnë edhe të luftojnë të çofart. Sipas tyre, domethënë ansarët to. Mi po thot Allahu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falanatullahi 'ala al-kafirin. Tot kur ardha ajo që e njohën, që e dishin se është e vërtet, ata e mohuan falanatullahi 'ala al-kafirin, laneti Allahut, mallkimi I Allahut është mbi ata që mohojnë. Tregon një ngjarje tjetër o vëllazër, që dëshmon që jam duke fol. Ata ibn Yasar, rahimallahu taala, që ka qenë prej tabiinëve. Thotë I thash Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, I cili ka qenë që ka pas dije njohuri për Injil, Teuratin, I kum thon, I thash atij, thotë akhbirni an sifati rasulillah. A më tregon për shkrimin që I është bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Injil. E më tha ejal wallah. Thotë po, gjithsesi pasha Allahun. Ajo është I përshkruar thotë fi Teurati bi ba'di sifati fi al-Quran. Është I përshkruar në Teurat me disa cilësi që kanë ardhur në Kur'an. Edhe lexoni pjesën e ja ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti pejgamber, ne kemi dërguar ti si dëshmitar, përgëzues dhe paralajmërues. Dhe vazhdon pastaj përshkrimi që ka ardhur në Injil. Thot wa hirzan lil ummiyin. Dhe si rojtar kemi dërguar ti pejgamber, domethënë pi përshkrimeve që I është bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Injil, thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, thotë është se është rojtar, mbrojtës për ata që nuk dinë shkrim leximin, është për qëllim këtu arabë, sepse shumica e tyre nuk kanë ditë shkrim leximin. E kemi përmendur këtë kur kemi fol për arabët. Vazhdon pasaj përshkrimi.
Dhe në Injil Allah i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam anta abdi wa rasuli, ti je rob jam dhe i dërguari jam. Sammaytuka al-mutawakkil, kam emërtuar me emrin al-mutawakkil, që mbështetet shumë fort te Allahu azza wa jall. Laysa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabi fil asaq. Nuk je i vrashë dhe as i ashpër as që ngrit zonin nëpër tregje. Wala yadfa'u bis sayyi'ati as-sayyi'ata. Dhe të keqen nuk e kthen me të keqe, por fal edhe mëshiron. Dhe nuk ja merr shpirtin Allahu azza wa jall, është përmend kështu në Injil. Nuk ja merr shpirtin Allahu azza wa jall derisa ta kthen një popull që e ka humbur rrugën, që e ka shtrembruar fejen në fe duke thonë la ilaha illallah. E ka shtrembruar cilën fe? Fen Ibrahimit alayhis salam. Çështo është përshkruajtur në Injil. Diçka të ngjashme e ka përmendur edhe Ka'b el-Ahbari. Ka'b el-Ahbari kush është? Rahimullah. Ka'b el-Ahbari është ai i cili ka qenë domethënë jahudi, që e ka pranuar pasaj Islamin në kohën e khilafetit të Ebu Bekrit. Mi po ka ardhur ka bëj hijret në Medinë në kohën e khilafetit të Omerit radhiyallahu dhe ka pas njohuri shumë për pejgamber, po edhe për librat e mëparë. Andaj sahabët shpesh herë kanë marrë edhe lajme prej tij dhe informacione prej tij. Edhe ka thonë inni ajidu fi at-Taurati maktuban, thotë kam pa në Teurat të shkruar Muhammedur Rasulullah. Muhamedi është rasuli i Allahut. Teuratin e pa prekur nga dora e njerëzve. Thot la fadhun wala ghalidhun wala sakham fil asaq. As jo i vrasht e as i ashpër e as që e ngrit zonën nëpër tregje. Nuk e kthen të keqen me të keqe, po falet dhe toleron këto është përmend. Ummatuhu al-hammadun, pasuesit e tij, ummeti i tij janë ata që falenderojnë dhe lavdërojnë shumë Allahun. E falenderojnë në çdo situatë dhe madhrojnë në çdo situatë. Yuwaddi'una atrafahum, i lagin, i pastrojnë gjymtyrët e tyre. Me abdes. Çdo është përshkruajtur në Teurat. Saffuhum fi s-salati wa saffuhum fi l-qitali sawa. Rreshtet e tyre, safet e tyre në namaz dhe në luftë janë njësoj. Rreshtohen. Thirrsi i tyre thirr dhe thirrja e tij dëgohet në qiell. Ç'është përçëndim këto? Ezani. Lahum fi jawfi al-layli dawiyyun ka dawiyyi an-nahl. Dhe ata në terën e natës e nxjerrin një zon, një zukan, sikur sa ajo zukan ose zoni i bletave, me adhurim duke lexuar Kur'an, duke bërë dhikr. Apo? Mauliduhu bi Mekka wa mahjaruhu bi Taba wa mulkuhu bi Sham. Dhe ka thonë, vend lindja e tij është në Mekë, vendi ku do të emigron hijret është në Tabe, që është për emrave të Medinës, ndërsa sundimi i tij ka emrin Sham. Çështon, po thotë Ka'b el-Ahbari kum pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përfshi Medina në Teurat. Dëshmi tjetër është rasti i Salman el-Farisiut. Salman el-Farisiu ishte mexhus, apo po nuk ishte rahat me atë adhurimin e zjarrit. Kërkonte hakun, drejtën, të vërtetën. Derisa kaloi pranë një kishe krishtere. I pëlqeu adhurimi që i banin ato dhe u konvertu në krishter. Të pastaj tregimi i gjatë. Pastaj ai para vdekjes ki prifti e udhëzoi dikun tjetër, ku me shkon në Mosul, një prej qyteteve të Irakut, Mosul. Apo e aty do e gjejë një prift tjetër. Shkoi edhe taj, e ka shoqëruar ata. Pastaj para vdekjes ki prifti tjetër në Nusaybije, në Turqi, te një prift tjetër. Edhe ai para vdekjes e udhëzon drejt një prifti tjetër në Umejrije, që shkon me ta shoqëron ata. E ky pasaj i fundit thotë më nuk di dikush që ka met në fenë e pastër. Po ka thonë shko edhe ja ka përshkruajt edhe vendin, edhe cilësinë që do ta gjejsh pejgamberin e fundit se i ka është afro koha. Tregimi i gjatë do ta përmendim inshallah në sire. Prift pas priftit, domethënë ka pastaj përshkruar dhe ka shku ku Salman el-Farisiu, nuk e ka gabu vendin. Ka shku në Medinë, ka prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam derisa ka ardhur dhe ka besu pastaj. Se ka pas përshkruajt më mirë. E vllazni domethënë me ta përshkruajt një vend ti, jo me emra, po me ta përshkruajt me veti. Çat çash ti mos me gabu. Domethënë kanë pas shumë dije, po pastaj kanë fshi. E kjo tregon që Waraqat ibn Nawfal dhe Zaid ibn Amr ibn Nufail kanë qenë dy banorë të Mekës, apo kena më fol për këto pak më gjatë inshallah. Të tu ditë kanë qenë në fenë pasët Ibrahimit alayhis salam. Alo, po nuk është se kanë pas informacione shumë. Andaj kanë dalë për Mekës, Waraqat ibn Nawfal përmend në ligjëratën e fundit, apo kush ishte? Djalminja Hatixha radhiyallahu anha. Apo ky do të jetë ai i cili pastaj do të kallëzojë se Xhibrili ka qenë ai është ai i njëjta melaçe që
e zbrit ose i ka dërguar pejgamberit Musa alayhis salam. Dalin këto dy pe Mekës duke kërku hakun. Nuk janë të kënaqur me adhurimin e Mekasve. A mos din çka me bën. S'din ku me shku, s'din ç'ish më orientu. Edhe dalin me kërku hakun dhe shkojnë me arrin deri në Mosul, në Irak. Ku e gjenë njërin prej murgëve. Kur i shef këj murgu, i thot Zeid ibn Amr ibn Nufailit, që e shef në deve, thot, ti që je në deve, thot, prej nga je duke ardhë. Thot, jam duke ardhë pi benijet i Ibrahim, pi shpisë Ibrahimit, duke pas qëllim, qabë. Thot, shkajnë i duke kërku? Thot, jemi duke kërku të vërtetën, fejnë e vërtetë. I thot, irgje, fe innehu yushiku an yadhhara alladhi tatlubu fi ardik. Ka thonë, ktheju, sepse shpresohet dhe ka ardhë koha për me gjetë qatë që i duke lip në venin tanë. E thot, pastaj, thot, ju ofru krishterizmi Varakas dhe e pranoj. Mu ofru mu, thot, nuk mu përshtatë. Çki? Zeid ibn Amr ibn Nufail, këto të përmendim shell, inshallah se ki kanë ndru jetë para se më ardhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa Warak ibn Nufail e ka mri shpallën. Gjithashtu është edhe prej ngjarjeve që dëshmon këta vëllezër që jemi duke përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përmend mirë dhe me detaje edhe në librat paraprake, rasti i Heraklit apo me Abu Sufjanin. Herakli parashtron disa pyetje, ai po i përgjigjet dhe në fund çka thot Herakli? Thot fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'u qadamay hatay. Thot nëse çajo që po e thuti është hak e vërtet, e Abu Sufjanit. Thot çiki njeri ka më sundu që këtë vend që jam duke shkel me dy këmbë të mia. Dhe ka ndodhur çajo. Po çish ndodhi, apo ka ditë ai? Nuk e ka ditë gajben ai. A më ka pas çfarë shmirt për shkrume? Sikurse e përmendëm pak më herët, apo? Çka ish njëna që e përmendëm? Vendlindjen, vendi ku bën hijrat edhe sundimin e tij në Sham, ai ka qenë në Sham. Andaj rezumeja që soi vëllezër, kësaj pjese që jemi duke folur për ta, është se jehudit edhe krishterët kanë njoft mirë pejgamberin alayhis salatu wasallam. Dhe kanë pas qartë për shkruar në librat e tyre. Mi po pastaj disa prej tyre kanë besu, disa prej tyre kanë mohu. Edhe pse kanë gjetë se kjo është ai për cilën është duke folë Allah me Teurat, në Teurat ose në Injil. Për atyre që kanë besu, shembull jehudi, ka qenë Abdullah ibn Salami, apo? Abdullah ibn Salami radhiyallahu anhu ka qenë për jehudive të fisit Banu Kainuka. Dhe bani hijrat pastaj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pranon Islamin, po ka pas dije shumë për Teurat. Ka pranuar, alhamdulillah. Ka pas për atyre që kanë pranuar krishter, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush? Në Çashiju, po. Dhe për këtë do të flasim inshallah kur të vjen koha, i cili ka qenë mbreti i Abisinis, po ka pas edhe tjerë që nuk e kanë pranuar, edhe pse kanë pas çart shumë në librat e tyre. Shënjoni për tyre është Huyej ibn Akhtab. Kush është Huyej ibn Akhtab? Është baba i nanës besimtarëve. Safijes radhiyallahu anha. Safijet bint Huyej, apo? Safia kush është? Gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon vetë Safia radhiyallahu anha. Tot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kuba, mrin në Kuba, baba jam edhe axha jam, Abu Yasir ibn Akhtab, tot kanë pas dije shumë për librat paraprak. Jehudi po që kanë pas dije. Thot ato me gëzim shkuan me taku. Mi po thot kur u kthin nuk u kthin me çat çere. A me gëzim kanë shku. Kur u kthin nuk u kthin me çat çere. Thot axha jam i thot babës tem, e hua, a është që kje qaj qenat e lip? Tha, naam, wallah, po, pashallah. A je i sigur ti ka thonë? Ka thonë, po. Dëgjoni shka i thot, qysh e menon, qysh ki me vepru? Thot, ka me armisu, sa kam jetë. Edhe në mes ka hin islam. Subhanallah. Qatë qartë e ka pas, me gëzim e ka prit. Po vjen ti tash edhe shembull e shef me dy sytë e tu, i bindur se ç'kjo është ai. Dhe prapë se beson. Ka do Allah me uzon. Ka do me lënë devijim e lën. Subhanahu wa taala. Andaj lip në vazhdimisht çat që lip në çdo namaz, me po me zemër dhe me përshëndet, hedina siratal mustaqim. Allah na uzon në rrugën e drejtë. Gjithashtu pe atyre që nuk e kanë pranuar, edhe pse kanë pas një orë, e përmendën kanë pe krishterëve që se ka pranuar Herakli, pse e diti, po se pranoj. Se ka pranuar edhe Mukaukis që ishte mbreti i Egjiptit. Do të dikush për tyre se ka pranuar për arsye politike, dikush për arsye materiale, me përmëransi se ka pranuar. Andaj lusim Allahun azza wa jalla.
Gjithashtu vëllezër, përveç që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendur në për libra parabrake qellore, ka qenë edhe tek fallxhorët të njohur, nëpërmjet gjinëve që i kanë pasur ato bashkëpunëtor. Shin fallxhorët i kanë shfrytzuar gjinët si bashkëpunëtor për me marrë disa informacione ato që i kanë përgjuar nëpërmjet në qiell. Ma përpara vëllezër, para ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjinat e kanë pasur shumë të lirë rrugën për mund gjitë në qiell edhe me marrë me përgju lajmet që i kanë marrë me laçve. Mi po në momentin që zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndryshon, na thash në fillim të ligjëratës. Allah e ka ndryshuar tokën edhe qiellin. Ka ndryshuar gjanat me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah azza e përmend këta dhe thotë: "Wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba." Tot ne jemi ngjit në qiell sikur se kemi pas zakon mund ngjit. Mi po thotë e pam që qielli ishte mbush me roje, me laçe. Edhe me shigjeta të zjarta, meteora, që i gjun Allahu azza wa jall këta që doin me përgju. Domethënë nuk kanë më që i qielli njëjtë. Me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë tashmë e kanë veç vështirë, më vështirë ndaj ka pas fallxhorët edhe marran pastaj, veç fakti që ka pejgamberi alayhi salatu wasallam po e përgatitë Allahu qiellin, po e mbron atë. E dyta, ngjarja që dëshmon diçka se si fallxhorët e kanë pas njohur nëpërmjet gjinëve ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një rast më njoft prej fallxhorëve të Medinës. Thot Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot hera e parë që kemi ndëgjuar për ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë nëpërmjet njëra prej fallxhorëve të Medinës, e cila ka pas bashkëpunëtor një gjin. E një ditë për ditëve thotë i ka ardhur në formën e zogut të bardhë. Dhe është ndalë mbini, thotë në një transmetim mbini trungu, në transmetim tjetër mbini mur. Me rëndësi, i ka thonë zbret, bisedojnë, të kallëzoj diçka, më kallëzon diçka. Të paralemroj për diçka, ti më paralemron për diçka. Po i thotë tash fallxhorja zogut, që ka po, që ka në gjin. Ai shej ka thonë, jo, innahu qad bu'itha bi Makkah nabiyyun harrama az-zina wa mana'a minna al-qarar. Jo ka thonë për arsye se në Mekë është dërguar një pejgamber që po ndalon e bën haram zinon dhe na ka ndaluar neve me ungjit let në qiell al-qarar që ka. Po është edhe një ngjarje tjetër vëllazë që flet se si fallxhor donjëherë dhe kanë përfituar ose ka dosh janë paralajmëruar pe gjinëve. Është rasti i Sawad ibn Qarib radhiyallahu anhu edhe Omerit radhiyallahu anhu. Tregon kanë zërë këtë Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Ibn Omer radhiyallahu anhu. Ibn Omer radhiyallahu anhu thotë: Omeri, duke pas përshën po babën e vet, thotë nuk e ka huq asnjëherë para gjykimin që e ka pas. Po thuaj sa asnjëherë. Thotë nëse ka thonë diçka më mërmendje se çështo ka dashur ashtu. Domethënë intuitën shumë të fortë. Thotë një ditë për ditë ishim me një mezhlis me të. Edhe thotë kaloi pra neve një burr me pamje të bukur. Edhe Omeri radhiyallahu anhu po thotë, ndoshta jam gabim, ama kjo ose është në fen e xahilietit, do të thotë s'ka hin islam, ose ka qenë fallxhor më përpara. Thotë Ali ibn Rajul, thotë mos sillni kët. Kur vjen, ka qenë ky Sawad ibn Qarib radhiyallahu anhu. Po ja thotë Omeri radhiyallahu anhu njëjtën fjalë që po ja thotë një tjetër, se s'është që mos më kanë gibet apo. Edhe ai thotë nuk kum po si sot më u prit dikush për muslimanëve. Do të thotë shkosh kjo sjell dhe kështu. Ki paragjykim. Tash unë sapo vi, ti më nar, po më thu ja fallxhor ja Allah jen fen që e kon. Omer Allah me në transmetim i thot, pa dhe nejna kon, do të thonë atë që na kon ne është nuk është më mirë se ajo nejna kon shirkën kufër. Do të thonë mos të thoja vetë pse po jam të thonë se e kon fallxhor. A është e vërtetë kjo? Thot po. Kam qenë fallxhor kohën e xahilietit. Nuk e pas ka huç para zgjimit, po. E Omer Allah i thot, apo më kallzon diçka më të interesante që të ka ndodhur. Edhe ki fillon tash më tregu, është rasti shumë i gjatë, po ndalna vesh shkurt. I tregon se 3 net rreshtazi i ka ardhur xhinia që e ka pas, ai xhinesha. Thot unë isha as në gjumë as çut. Thot po më vjen edhe po thot, "Çu o Sawad ibn Qarib, çu se ka ardhur një pejgamber që është duke thirrë në fenë e vërtetë." Thot i thash lënëm të flej. E vazhdon xhumi. Thot ardhe herën e dytë, natën e dytë. Thot pse s'u çove kur thira? Dhe më tha njëjtën fjalë. Dhe tretën. Natë dhe më pas thot shkoj shumë kohë thot e dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj hyra në fe. Tamam. Edhe është për rasteve që gjini ka po, andaj edhe Omerin Allah gëzohet shumë, kur e dëgjon thot kum dash që këtë lajm ta dëgjoj direkt prej teje.
Se ka qenë i njohur të sahabëve se ky është ai që e ka thirrë në Islam xhini i tij që ka bashkëpunuar me të. Por fund në vëllezër, deshta po s'pas ka shumë kohë, mi përmendë disa shenja që i kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shenja ose parashenja, para se më që i kanë ndodhur pejgamberit alaihi salatu wasallam. Tash disa prej tyre i kena përmendë, sepse Allahu azza wa jalla vëllezër, që ke shpallë që është shpallje e madhe me peshë edhe ron, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, Allah thotë kena me ta zbriti një fjalë që është ron. E para përgatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fizikisht, shpirtërisht, psikikisht për me pranu këtë shpallje, apo andaj kanë ndodhur disa ndodhi, disa shenja, disa prej tyre kena përmend. Apo çka kena përmend? Rastin e nonës që e ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë ka dalë për meje një dritë që i ka ndryshu pallatet e Busrës në Sham. Apo gjithashtu kena përmend rastin e Halimës Saadije, bereqetin që ka pas ajo, familja e saj, baktitë e saj, vendi ku kanë kullot baktitë kështu më radh. Apo kemi përmend rastin e kur i është çot gjoksi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i është pastru zemra, ka në melaçe. Gjithashtu kemi përmend rastin e Behiras dhe se si ka paralajmëruar Abu Talibin për mos me shku në Sham, po me kthi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë i ri, be ka dallu alaihi salatu wasallam. E kemi përmend rastin e Nasturës, apo cili është rasti i Nasturës? Edhe kjo ka qenë murg në Sham ku e kanë takuar në Busra. Dhe kjo është ai i cili ka thonë Mejsarës, atij djalit Mejsara, që ka qenë shërtori i Hatixhes, që i ka thonë në çat pejem kush nal çkinjer, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk nden aty askush, nuk është nal me pushu askush vetë pejgamber. Kjo është parashenjë, apo gjithashtu kemi përmend se si i kanë bën hije me laçet pejgamberit alayhi salatu wasallam. Gjithashtu kemi përmend se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ra në fikt momentin që është zbuluar vreti, që tregon kjo se ka qenë para përgatit. Dhe kemi përmend diçka, ose kanë përmend ulemaja se si guri ka dhënë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Guri po jep selam pejgamberit alayhi salatu wasallam para shpalljes. Dhe për këtë ka dëshmi një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sa i muslimit, mi po për këtë hadith, edhe për dobi që nxjerrën, edhe për disa parashenja tjera inshallah do të flasim ligjratën tjetër. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.